Shumë bëhet fjalë për takim njoftuese edhe takim kurtoazie, por gjithashtu në të njëjtën kohë pritet që të diskutohet edhe për hapat përpara. Është vështirë që bëhet ndonjë hap konkret pa formimin e qeverisë së re. Mirë po mund të ketë planifikim, pra mund të bëhet një farë planifikimi për atë se çfarë do të ndodhë. Gjithashtu duhet ta kemi parasysh që është vështirë që të ndërmirën hapa duke pasur parasysh situatën në Serbi dhe nuk mund të pritet për shembull ndonjë takimi nivelit të lartë apo diçka e tillë në këtë kohë. Kjo është vizita e tij e parë, më shumë për t'u informuar dhe për t'u njohur me subjektet politike. Nuk mendoj që do të ketë një rifillim të dialogut pa u formuar qeveria e re në Kosovë, kështu që është tërësisht në kuadrin e informimit dhe të prezantimit të këtij përfaqësuesi që do të merret në të ardhmen me dialogun. Zoti Sorensen vjen për të parë se cilat janë pikpamjet e palëve, jo se ato nuk i din, domethënë sepse ai sigurisht i ka të trashëguar nga pasardhësi dhe gjithë dokumentacionin dhe rrjedhën e dialogut, por takimi dhe marrja e opinioneve dhe qëndrimeve nga dora e parë, konkretisht nga përfaqësues të institucioneve dhe përfaqësues të subjekteve politike, besoj që do të ketë takime edhe me ata, pasi ishte një vizitë 2 ditore, do t'i shërbente atij për të krijuar një vizion më të qartë se çfarë pret Kosova, çfarë kërkesash ka Kosova, ku ka çaluar puna që nuk ka arritur të implementohen marrëveshjet dhe cilat janë kërkesat edhe ndaj vetë Bashkimit Evropian, duke pasur parasysh që Kosova aktualisht është nën sanksionet e Bashkimit Evropian dhe këto drejt për drejt lidhen edhe me dialogun dhe me situatën në